që nga mëngjesi ishim zgjuar me granatime të ashpra që po zhvilloshin në zonën e Drenicës. Na u kanë drejtuar në gjuhën serbe që të dorëzohemi dhe të dorëzojmë armë. Aty ka filluar një betejë e ashpër mes neve dhe forcave serbe. Gjujtje, po thamë pa ndërprej dikon afër 45 minutave. Aq afërt ka qenë që kemi përdorur edhe bomba dore. Kemi qëndru dikon në një përrock të malit që vinte nga mali, ka qenë me druj anash, aty kemi qëndru për 6 orë në rrënjet e tyne duke i majtë shokët e tonë të plagosur që ata mos të lagën. Asnjëherë nuk do të fshihen nga memoria, janë ngjarjet të cilat kanë lënë pesh në jetën time. Mund ta kujtoj ofenzivën e shtatorit, ofenzivë kjo që ishte njëra ndër më të rreptat e agresorit serb. Ishim aty në rrez malit që ndonte fshatin Bajic dhe Tërdevc. Ishim të pozicionuar, afërsisht 30 ushtar të njësive të ndryshme. Isha unë me një grup të policëve, kolegëve të mi. Atë ditë më kujtohet që nga mëngjesi ishim zgjuar me granatime të ashpra që po zhvilloshin në zonën e Drenicës dhe ishim pozicionuar ku dhe pas një dite disa orësh të granatimit po vëzhgonem nga larg se si forca të mëdha ishin nisur në drejtim të fshatit Bajic dhe Tërdevc dhe nuk i kishim vrejt fare se komsorët para tonë kësa veshin komësoria e ushtrisë serbe dhe për një derisa ne po vëzhgonim, ata veç ishin fut në zonën tonë dhe për një moment na drejtorën e gjuhën ishin aq afër, ishte në pyetje metërsh, 5 metërsh, 10 metërsh, nuk e di saktësisht. I kemi pa vetëm helmetat që kanë qitë kokën, edhe na u kanë drejtuar në gjuhën serbe që të dorëzohemi dhe të dorëzojmë armë. Aty ka filluar një betejë e ashpër mes neve dhe forcave serbe. Ka pas gjujtje, po thamë pa ndërprej dikon afër 45 minutave. Aty humbi jetën edhe një shok i joni. Po ka pas edhe dëme të mëdha edhe nga ndaj agresorit, sa që distanca ka qenë shumë e afërt, përveç që kemi përdorur edhe Kalashnikovin, kemi përdorur edhe aq afërt ka qenë që kemi përdorur edhe bomba dore. Jemi tërheq gjatë luftimit, ata vetëm po vinin, po shtoshin masa drejt nesh. Kanë qenë dikon 3 shok tonë të plagosur. Gjatë tërheqjes jemi mundu të shpëtojmë ata se qëllimi është mos binë në dorën e tyne, se po të bishin dorën e tyne, ajo veç u dike se çka ndërmarin ata. Kemi qëndru dikon në një përrock të malit që vinte nga mali, ka qenë me druj anash, aty kemi qëndru për 6 orë në rrënjet e tyne duke i majtë shokët e tonë të plagosur që ata mos të lagën. Ne ishim tona se ka qenë shtatore dhe koha i joshëm e nxehtë. Gjatë gjithë kohës jemi këmbët i kemi pas në ujë. Kur është errësu, qëllimi jonë ka qenë që mos i humbim shokët. Kur është errësu, kemi kalu pos bllokët edhe rrethimin e hekur që ishim nga të gjitha anët, për të dërgu shokët e tonë dikon në një vend më të sigurt, edhe për që t'i jepet ndihma e parë atyne,